Horoskopi ditor e shtunë 9 maj 2026. Dashi. Je në një humor përgjithsisht shoqëror dhe miqësor sot, i dashur dash. Ndërsa je kryesisht i përqendruar në komunikimin me mirësi dhe efektivitet këto ditë me Venusin në sektorin tënd të komunikimit, je gjithashtu në një cikël disi të pavarur të diellit. Ndërsa dita përparon mund të ketë ndërlikime ose kompleksitet në ndjenjat dhe ndërveprimet e tua. Mund të dyshosh për një agjend të fshehur kur preferon të komunikosh me më shumë sinqeritet. Pasigurit mund të bëjnë të ndihesh se duhet të mbikëqyrësh marrëdhëniet e tua, ose frika jote mund të pengojë të pushosh. Jepi vetes pak kohë për të eksploruar ndjenjat e tua përpara, në mënyrë që t'i nxjerrësh ato në dritë në vend që t'i lejosh të punojnë në heshtje kundër teje. Demi. Me hënën që vazhdon të kalojë nëpër sektorin tuaj të reputacionit sot, jeni të prirur të përqendroheni te qëllimet dhe përgjegjësitë, i dashur Dem. Po kërkoni pavarësi në disa fusha të jetës, por në dashuri dhe në jetën tuaj personale, dëshironi stabilitet. Jeni në një fazë përgjithsisht të hapur në këtë kohë të vitit, por nuk jeni gjithmonë aq të hapur në lidhje me nevojat ose dëshirat tuaja. Si i tillë, mund të dërgoni mesazhe të përziera pa e kuptuar. Pasigurit në lidhje me parat, marrëdhëniet dhe kënaqësitë mund të jenë pak më të theksuara tani dhe problemet e pasgjidhura dhe frika nga humbja e një pozicioni mund të dalin në pa dhe të prishin humorin tuaj të mirë në disa raste. Për rezultate më të mira, mbani mend një qëllim dhe synoni të bëni më të mirën tuaj pa ju nënshtruar presionit për ta bërë gjithçka menjëherë. Ritmi i duhur është më i miri. Binjakët. Tranziti i vazhdueshëm i hënës në sektorin tuaj të shpirtit dhe aventurës sot mund të nënkuptojë që synimet tuaja janë të larta, të dashur binjak. Është një kohë optimiste dhe ndoshta aventureske e ciklit hënor, dhe mund të ndjeni dëshirën për të bërë diçka të ndryshme ose për të mësuar gjëra të reja. Këto tema mund të bien ndesh me misionin aktual të diellit, i cili është t'ju lidh me nevojën tuaj për më shumë pushim dhe qetësi. Tranzitet e sotme nxjerrin në pa shtysat dhe qasjet tuaja të ndryshme ndaj jetës. Njerëzit po ju vënë re më shumë se zakonisht dhe po shohin atraktivitetin tuaj, por një pjesë e juaja nuk është gati për vendime të mëdha, dhe shumë gjëra po ndodhin nën sipërfaqe. Jeni miqësor, por po mbani më shumë se zakonisht për veten tuaj. Në të vërtetë, nevojat dhe dëshirat tuaja janë komplekse tani. Synoni për moderim. Gaforia. Sjellja juaj emocionale është më e thellë dhe më e thellë se zakonisht sot, i dashur gafore, gjë që kryesisht për shkak të tranzitit të hënës në shtëpinë tuaj të 8 diellore, por edhe të Venusit në sektorin tuaj të privatësisë. Harmonia e sotme hën Venus i nxjerr në pa këndshëm këto tema. Megjithatë, ekziston një kontrast me misionin aktual të diellit, i cili është t'ju mbajë të lidhur. Tranzitet tani nxjerrin në pa nevojat, dëshirat dhe stilet tuaja të ndryshme, të cilat mund të rezultojnë në një farë pavendosmërie. Ndërsa pak njerëz po e shohin anën tuaj më të butë ose po mësojnë ndjenjat tuaja të vërteta për shumë çështje, ju jeni miqësor dhe qëndroni të lidhur. Keqkuptimet janë të mundshme kur njerëzit shohin një anë më elastike të personalitetit tuaj dhe nuk arrin ta njohin ndjeshmërinë tuaj. Sot, një pjesë e mirë e juaja dëshiron të argëtohet dhe po i merr gjërat lehtë, por një pjesë tjetër nuk mund të mos shohë të meta. Kini kujdes për reagime emocionale ose mbindjeshmëri që ju pengojnë të shihoni veten. Sidoqoftë, kushtojini vëmendje ndjenjave të ndërlikuara. Me pak ndershmëri ndaj vetes, mund të vini në kontakt me dëshira që nuk e dinit se i kishit. Luani. Sot, luani i dashur, ka një mënyrë ndonjëherë delikate për të nxjerrë në pa kontrastet në jetën tuaj, duke përfshirë nevojat dhe qasjet tuaja të ndryshme në departamente të ndryshme të jetës. Ndërsa krijimi i harmonisë sipërfaqësore është një fokus, ndërsa hëna kalon nëpër sektorin tuaj të partneritetit dhe harmonizohet me Venusin në sektorin tuaj shoqëror, ambicjet dhe përgjegjësitë tuaja janë gjithashtu të forta në mendjen tuaj. Je në një formë veçanërisht të mirë për të mbledhur mbështetje ose për të shijuar jetën tënde shoqërore, por gjithashtu dëshiron të derdhësh më shumë energji në ndjekjen e qëllimeve tuaja. Ndërveprimet nuk janë aq të rrjedhshme sa mund të ishin. Zgjidh të ngrihesh mbi këtë, por mendo pak për atë që të shqetëson, pasi frika dhe pasigurit ka të ngjarë të jenë fajsuese. Virgjëresha. Me hënën që vazhdon të kalojë nëpër sektorin tuaj të punës dhe shëndetit sot, ju jeni të përqendruar në zgjidhjen e problemeve dhe në kuptimin e gjërave, e dashur virgjëresh. Megjithatë, tranzitet e sotme kanë tendencë të nxjerrin në pa qasjet tuaja të ndryshme ndaj jetës, duke e bërë pak më sfiduese koordinimin e tyre.
Ju dëshironi të krijoni qëllime të realizueshme dhe të lumtura për veten tuaj dhe të nxisni marrëdhënie harmonike me të tjerët, veçanërisht me njerëzit me të cilët punoni ose me drejtuesit më të lartë. Nuk jeni të prirur të ndryshoni situatën në këto fusha këto ditë. Megjithatë, një pjesë e mirë e juaja thjesht dëshiron të shijojë gjërat përtej rutinës. Idealisht, mund t'i ndryshoni të dyja në mënyra të kënaqshme, por mund t'ju duhet përpjekje shtesë për të arritur këtë sot. Ideja se mund të jeni duke humbur terren ose duke humbur diçka nëse nuk i kushtoni vëmendje punës suaj mund t'ju pengojë të relaksoheni plotësisht. Peshorja. Një fokus emocional në kënaqësinë personale, shprehjen e vetvetes dhe kënaqësinë vazhdon edhe sot, peshore e dashur, me tranzitin e hënës në sektorin tuaj të gëzimit gjatë gjithë ditës. Ndërsa mund të gjeni disa mënyra të kënaqshme për të shprehur veten, tranzitet e sotme kanë tendencë të nxjerrin në pa nevojat tuaja të ndryshme, dhe integrimi i tyre nuk është menjëherë i dukshëm. Ju i shprehni dashuritë tuaja mjaft drejt për drejt këto ditë, por një pjesë e mirë e juaja është më mbrojtëse dhe kontemplative se sa po e tregoni. Keqkuptime të vogla mund të vijnë si pasojë e kësaj. Mund të ketë gjithashtu sfida për të përshtatur me planet dhe idetë të tjerëve, veçanërisht qëllimet afatgjata të rrugës së jetës. Bashkëpunimi nuk është i drejtë për drejtë. Mund të jetë një strategji e mirë të përqendroheni në zgjidhjen e problemeve intelektuale në vend që të trajtoni ato më të rrënjosura emocionalisht vetëm për momentin. Akrepi. Ju mbeteni paksa vetëm mbrojtës dhe të tërhequr ndërsa hëna vazhdon të kalojë nëpër sektorin tuaj të shtëpisë dhe familjes sot, i dashur akrep. Harmonia e saj me Venusin e nxit këtë temë. Megjithatë, energjitë e sotme janë në anën e pavendosur pasi mund të përballeni me nevoja dhe qasje kontradiktore. Ju dëshironi barazi këto ditë me diellin në sektorin tuaj të partneritetit, por një pjesë tjetër e juaja është më e shqetësuar se sa e thellë është një lidhje se sa dinamika sipërfaqësore e marrëdhënieve tuaja. Sinjalet e përziera janë të mundshme, por kjo gjithashtu do të thotë që po përshtateni me nivele të shumë fishta të një situate dhe mund të përshtateni shpejt me nevojat në ndryshim. Ato fusha të jetës suaj ku shqetësoheni se nuk keni një avantazh ose një dorë të fortë, ndoshta shtëpia ose jeta juaj familjare, mund të ndërhyjnë në kënaqësinë personale derisa të merreni me to. Konsideroni këtë një kohë për të eksploruar emocione të ndërlikuara. Shigjetari. Hëna lëviz nëpër sektorin tuaj të komunikimit sot, i dashur shigjetar, dhe ju jeni të shpejtë për t'u përgjigjur ose për t'u lidhur në një nivel mendor. Hëna harmonizohet me Venusin sot dhe ju mund të shijoni biseda të mira dhe përforcuese me dikë të veçantë. Megjithatë, në disa mënyra është një ditë kontrastesh, me tranzite që nxjerrin në pa shtysa, nevoja dhe qasje të ndryshme. Ju jeni veçanërisht të shqetësuar për ruajtjen e paqes dhe promovimin e harmonisë në jetën tuaj personale dhe marrëdhëniet e ngushta, por jeni gjithashtu shumë të motivuar për të punuar dhe mund të jeni mjaft të zënë duke bërë gjëra. Integrimi i këtyre gjërave mund të jetë një sfidë vetëm për momentin. Konsideroni se përpjekja për ta bërë këtë mund të çojë në njohuri dhe mirëkuptim të ri. Bricjapi. Bricjapi dashur ka një fokus më të fortë te paratë, pasuritë dhe çështjet e biznesit sot, me hënën në sektorin tuaj të burimeve. Ky tranzit mund të ketë të bëjë gjithashtu me dëshirën për të ndjerë rehat dhe i sigurt. Një qasje e qetë dhe e lehtë ndaj të tjerëve dhe punës ose punëve tuaja jep rezultate të mira tani, duke kënaqur një pjesë të mirë të nevojave tuaja aktuale. Megjithatë, sot mund të nxjerrë në pa dhe të kontrastojë në mënyrë delikate ndryshimet në jetën tuaj. Ndërsa jeni të interesuar të mbani gjërat harmonike dhe paqësore në mjedisin tuaj të përditshëm, jeni gjithashtu të interesuar të shprehni veten dhe të ndiqni rrugën tuaj. Si të tilla, sinjale të përziera dhe pavendosmëri janë të mundshme. Gjithashtu, ndryshimet në vlera, shije ose para mund të jenë një problem në një marrëdhënie. Këto gjëra nuk duhet të jenë shqetësuese nëse gjeni mënyra për të drejtuar emocionet në mënyrë konstruktive. Përmes disa ulje ngritjeve, mund të fitoni një kuptim të ri të asaj që vlerësoni vërtet. Ujori. Hëna vazhdon të kalojë nëpër shenjën tuaj sot, i dashur ujor, dhe ju jeni më të shpejtë se zakonisht për të vepruar sipas emocioneve tuaja. Jeta duket më e gjallë me këtë ndikim dhe ju e takoni botën në mënyrë më të drejtpërdrejtë dhe të drejtpërdrejtë. Ju keni një qasje të qetë dhe paqësore me miqt dhe interesat e të dashurve, por jeta juaj në shtëpi mund të jetë pak më e mbushur ose e tensionuar nëse ndiheni në presion për të bërë përmirësime dhe ndryshime. Ndërveprimet mund të jenë paksa të ndërlikuara, pasi një rrugë e drejtpërdrejtë për të marrë atë që dëshironi nuk është e qartë.
Ndërsa ndoshta nuk është koha më e mirë për të deklaruar dëshirat tuaja, është më mirë të shmangni lojrat mendore që ose do të kthehen në efekt të kundërt ose do t'ju bëjnë të ndiheni në siklet. Peshqit. Hëna vazhdon të kaloj kohë në shenjën pas shenjës suaj sot, të dashur peshq, dhe ju jeni më të prirur të qëndroni vetëm ose të bëni pak pushim nga presionet dhe situatat e vështira. Dëgjoni intuitën tuaj dhe merrni në konsiderat shmangjen e konkurrencës ose situatave të vështira për momentin. Do të dilni natyrshëm nga guaska juaj më vonë. Me diellin në sektorin tuaj të komunikimit këto ditë, mund të jeni veçanërisht kurioz, të zënë dhe të lidhur, dhe me të vërtet mjaft intelektual. Megjithatë, nuk do të hezitoni nga një shans për të shprehur veten. Megjithatë, në jetën tuaj personale, fokusi juaj është më pak në nxjerrjen e gjërave në pa dhe më shumë në krijimin e harmonisë. Bërja e paqes me familjen ose krijimi i një mjedisi të bukur dhe të qetë në shtëpi është më e rëndësishmja për ju tani. Të marrësh gjërat lehtë është forcuese. Sot, këto kontraste janë më të dukshme, gjë që mund të çojë në një farë pavendosmërie. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.